U bona marak, i rosh telefonit, nuk ndoli. A i ka maru mas me e gjithmonë. Masa nej, kanë bo provokime sa të nga policia kriminale se normal. A i do të ketë bon gjishta dhe ishte tjetër. A di që ka dhe i kurriem, ka një makinë ses, edhe i tha, a i tua ka shpina i purri si ka dhe? Po tjetë një person, qenjef, anonim. 5.000 euro i ka prej me, vetëm një fjallë më ka. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-ve të mia, ju e dini, duhet abonoheni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Bruksel, do të jemi në Belgjik, do të hap dritaren për një zonjë. Ajo është nga Velipoja e Shkodrës, quhet Diella Lekvukaj, fakt është larguar nga Shqipëria që për vitit 1999 dhe jeton me familjen e saj në Bruksel. Nuk do rrëfej momentet se si emigroi, kërkoi azil dhe se si u stemua në shtetin belg, por do rrëfej një tjetër histori në fakt, një dhimbje që ajo përjeton prej vitesh në familjen e saj. Zonja Diella është duke më pritur, hap dritaren dhe e ftoj. E dashur Diella, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Si jeni ju? Mirë. Flasim të dyja live nga Belgjika. Po. E në fakt ne jemi takuar bashkë edhe herë të tjera sepse fatkeqësisht i ke një djalë të humbur që u bën vite dhe s'ke mësuar asgjë për fatin e tij. Po Odeta, po bëhen 22 vite. As i fjala si se. E dashur Diella, unë dua që ditën e sotme në këtë live ta risjellim historinë e Edi Lekvukajt, të riut, që u zhduk në rrethana misterioze aty nga Belgjika, mos gaboj 25 shtator 2005. Po. Çfarë ka ndodhur? Ka qenë ditë e diel, nuk e harroj. Më ke thënë ka qenë ditë e diel kur ai u nis për në punë. Po, Odeta, ishte ditë e diel, tha, mami tha, më qënë orën 9, se tha më shkuta të kafja në punë. Mami tha, 9 sahati, tha, më qëtra se do të shkoj tha në punë të kafja. Edhe iku, edhe ta më mori autobusin që shkote të kafja. Ju në atë kohë keni jetuar në Bruksel? Po, në Bruksel. Po. Edhe iku, atë natë nuk erdhi, me të drejtën të thoshim hajtë sa i rije, 25 vjeqe, jo me shoka, me ne shoqe, gjo. Nesre, u bona marak, i rash telefonit, nuk ndoli. I rash telefonit, prapë së ndoli. Qëmë, po kje punë. Masa nej, mora djallin tjetër, shkova deri të padroni i kafes. A i më tha që Edi nuk ka kene në punë sot. I thash, a i mori autobusin, erdi drejtët e kafja. I kam pa unë me sytë e mi. Pra, u nisë për në punë dhe ti ishe sigur që atë ditë Edi do nisej në punë dhe në momenti që shkove takove pronarin, a i e mohoj që të kishte qenë ditën e diel kur iku nga shtëpia, e mohoj që kishte qenë tek ai. Njashtë në thaj, a i djali mori vetëm i paket, do hanë qelsa të e shpis telefonit. Si çdo ditë? Si çdo ditë, po, si çdo ditë. Por, pronari ka deklaruar për ju që ditën e diel nuk është paraqitur në punë. Po, edhe e di tha se anista drejt Francë, tha ka një punë, tha va anista drejt Francë. Fjole e tina. Por Edi kishte treguar në shtëpi që do nisej në Francë apo kishte Asnjëherë Odeta. Asnjëherë, se po nisem. Një fjalë më ka lënë mua përpara në Odeta, më ka thonë mami këto letra tha s'kam. Tash jam 25 vjeç, tha, kur mund të rri tha si fëmijë, tha, du me i dhonë vetit, tha, me ecë vetë, tha përpara, tha. Se kështë të Belgjik ishin non negativa, si kur jo ne pëshin shqiptare. E qartë, nuk ishte i pajisur me letra. E la me jasë që fjallë, tha, më tha, një gjë mami, tha, edhe po dhe në qovë se largohem, tha, mos më kërko, tha, se shnosh e mirë jam dhe shkut vita me 2-3 fëmijët kërkas trokas të dera. Pra, të kishte paralajmëruar që mund të largohej. Po 3-4 muaj para, ne, si çdo non që i se beson. Edhe
Kisha feju vajzën e dytë në Itali, edhe më kishte lënë do lek më e komedinet që kishte punu. I thëmë, po jo ta lek më redi, sa mamë sa i kam lënë, sa fjorit, sa me burë, sa me bleka i kujtim të rej me jetë. Mirë, po zosha me martu vajzën në atë, sa e kisha lënë. Si për funim, pyte, tha, ku jo një pare atleta, tha, mamë se m'janë ba pa la, ka mi lanë mramën. I thash, mami, mësi ka vesh baba jote, i thash, se i veshin robat e një tjetërit. Ishin më dhe të fëmija ma i parë. Edhe, si për funim, kam nej një muj pa lajmëru. Do thonë se hajtë më s'podel, konë hajtë më s'ame në shohë që atër më ka lontru, kam shku drejtë në polici. Pra, nga momenti që iku nga shtëpia Edi që do nisej për në punë, një muaj e ke pritur se nuk e ke besuar që do humbiste dhe nuk do kthehej në shtëpi. Kur. Edhe, mas një muaj kam shku kam ba denencim, thash mos i ka lollë gjanë nga pronari ishte italian. I bona denuncimin si për fonim e morja jo policia në telefon, i tha, ku ashtë Edi, tha. Jeti s'di gjanë, tha më ka thonë du më shku në Francë si për fonim a ne e kni. Asa ne i ka kalu që eshtja policisë kriminale. Po aty në Bruxelles? Po në Bruxelles. Edhe, odeta t'je ditë se ata bojnë provokime sa të familja, sa të e tjetëri, se janë vetë punë dhe tyne. Sepse policia ka dyshuar se ndoshta ishte bërë një humbje enkas që ju të përfiton të letrat. Po. Deri më kanë shumë të psikologu, e të njerëzit e të tanë, deri që e kanë vërtetu se unë e lyp idealin me të në shpirt. E qartë, policia nuk ka besuar në fillim që Edi mund të ishte i humbur, e kuptoj. Derisa u vërtetua që vërtet ky i ri nga shqiptar humbi aty dhe u zhduk. Po. Masa ne kanë bërë provokime sa të na policia kriminale se normal. A thu dim gja për ta na bishin her një mirit dekun fotografi, her një tjetër, se kishin fotografinë e Edit e kishin. Po, se ju kishin për denuncimin. Na pruni rallë, ishte djali vajza, pruni një zëzak, e i thonë djalit, ashtë vllai jëtë kë, pa e kishin foton e Edit, po ishin provokimet me të pas i reagon trupi, a mos dim gjanë për te. E qartë. Djalit ju prejnë kam të i tha, jo, tha, kësa nuk ashtë Edit, tha, po, apo mundësi me dalë nelt me hynë, tha, nelt tha bisedojnë, tha, se u puta, se doshin me pa, a thu dim na, apo s'dim. Ato ishin provokimet e tyne, si nga ona jonë, si nga ona e tyne. Pra, për posë dhimbjes që kishe si nën, që kishe humbur djalin, prej vërteti, ishte dhe problemi që policia nuk e beson të humbjen e ti. Nuk e besote. Se ju në atë kohë kërkoni, ishit në proces letrash, ishit në azil, besoj. Po. E kuptoj dhe kanë menduar që është bërë qëllimshme nga familja, po. Po, masa ne më thonë, e din venin ku ka punu Edi? Po. Aty si është regu i tyne, unë kapuqat në kry, mesës, e në sajnë në qokë, ku ashtë kafja e tina. Edhe, hypi vetë me ta, shkoj deri aty, më thonë mua tirin makinë, ullë kryet poshtë, ata shkojnë e hynë në atë kafe, pinë ka i gjanë dhe dali. Po. Veç me e di venin se ku ka punu djali. Por, arritët të zbulonin diçka tek pronari i Edit, shtetas italian që jeton të aty? Ata kanë thonë që janë monobal, na kanë prunë qilësa, na kanë prunë telefona, na kanë prunë ajo djali tu jeton, si me thonë, u ka ra kontrole njërës tyne, në fmi tyne, gjithë. Edhe jo, si me thonë, kanë zjatë një 4-5 mujë kërkime ata. Deri në një kohë që i më thonë, Edi nuk e kena gjetë, nuk dim, ne i viktim s'kena gjetë, ashtë i malë, ka jetën e vetë, mos e kërkonin Belgjikë se nuk ashtë. Ta shio deta bela policia dhe e ditë se ku ashtë, pa ashtë moshe male, pa ashtë e drejtë e tina. E beson ti si nën që a i ndodhe diku dhe s'do t'ju kontaktoj? Deta shpirti manin se asë se ka gjithë.
Më vare si i kanë rrethonat, a ka ra një burg, a ka ra. Mos është edhe batu punë e divorcue, me fëmije, ka puma logjike, na zotje dhe mësh. Kur thot policia mos e lyp në shtetin belg se nuk e ke, ata më hanë gishtave, a i do të ketë bon gishta në shtet tjetër. Dhe kjo të bën të dyshor se ndoshta është larguar nga Belgjika dhe mund të ndodhet në ndonjë shtet tjetër evropian. Po. Se nuk kena drejt sa me folna, tha, se është mi moshta. Edhe një jam vllai thjesht shpres, se mos e lypën shtetin belg se se ke. E dashur Diella, ju keni patur dyshime tek pronari italian se ndoshta ai mund të ketë ditur diçka për Edin. Por nuk ka treguar në atë kohë. Pse keni dyshuar këtë gjë? Ndoshta Edi, një djalë i ri, ka vendosur vetë të largohet, ka pasur mendimet e tij, idetë e tij, qëllimet e tij, është larguar dhe nuk ka njoftuar askënd. Pse gjithnjë e ke dyshuar tek pronari se ndoshta mund të ketë gisht ai në zhdukjen e Edit? Kam dëshua Odeta se ai nuk friqi njerëzit mirë për ta, as njërt për para. Ai ishte si që njënë, si me thonë, ai ishte i denumëll e prej shtetit edhe ku të gishti. E do gjana, edhe thoshem, mos e ka njës në i punë kumë, mos e ne fusin edhe në makinet me në arme në krye dhe të të bështët. Pra, le të themi, personi ku punon të Edi ka pasur probleme. Po. Njëri me probleme dhe me raku jotë se ndoshta ai mund ta ketë futur në një rrugë të keqe Edin. Njata, të ndëshimi është njatë. Ju vetë personalisht e keni takuar pronarin shtetasin italian? E ka pa takua burrien. Po, Indieri, se është larguar nga kjo jetë. Dritë. Edhe gjithmonë i thote, a ke fol me Edin. Mirë është, mos u ba marak se mirë është. I thoshte pronari? Pronari. Por ai nga e dinte që ishte mirë Edi? Unë nuk e di. Asë një fjallë nuk e di, veç është mirë. Teshtë mërë në telefon, një ka thonë, isë në gjana shumë dita. Por ai nuk tërgoj asë njëherë se ku kishte shkuar dhe ku mund të ndodhej? Ai tha ka anis drejt Francë, tha me këmipëm. Por, përsa ka ne 25 vjetë ndërë të e modeta nuk ka morë me gjatë po lishme, ose a ken alkohologji, ose a ken drogagji, ose a ken do brite fonda koka kapi, 25 vjetë. A ken ideal i mushon, ideal ka manirë me karaktere, me sene, vesh se Odeta, ai se ka nej dikun, ai ka maru mas me gjithmonë. Gjithmonë ka maru mas me gjithmonë. Nane, si e kam nanën teme, se ka kërkush. E dashur, Diella, si ka qenë raporti i Edit me pronarin italian? Kam pasur raport të ngushtë me njëri tjetrin? Qa me thonë Odeta, herë pagute, herë se pagute, herë dhe gjona kështu, si me thonë, por ka punu edhe burrien me italiani. Ka qenë edhe bashorti që ka punuar aty? Ka regullu ekspresat e kafe dhe ka regullu gjanat e, si me thonë, ka pasi mosh, a i zdihet a gjallë tesh, nuk di asise. So bëshin vite. A kanë martu 4-5 herë, ka dje me ka fmi plot. E kuptoj, të pyeta a ka pasur në një marrëdhënie të ngushtë me kuptimin që ai mund ta ketë futur në një rrugë të keqe, mund ta ketë dërguar diku. Ka qenë një marrëdhënie pronar punojës apo një marrëdhënie më Kam frikë mos i ka bën në intrigë. Odeta. E ka fut në i kurth edhe këtë s'lan me lujtë Odeta, të thotë prej për parën. E dashur Diella, pasi Edi u largua në 25 shtator të vitit 2005, me sa kujtoj, një telefonat anonim mbërriti në familjen tuaj. Po, mriti Odeta një familjen tonë në bon një presion.
Pas sa ditësh nga largimi i Edit mburiti telefonata? Mas që bona denoncimin në polici. Pra, pas një muaj, le të themi, një muaj më pas. Merë një person në telefon, bile ishte vojza, po në 16 vjeçe kjo, edhe i bjen telefonit po numër kabinet. Edhe thot, kini kujdes nga Gjapomuna. Edhe i thot vojza frëngjisht kua, edhe i fiku. Një që ka vërtetua policia. Albo tha në jug, thot Francës. Por nuk ka kenë zoni Edit. Pra një person i cili ka folur në gjuhën frënge. Frëngjisht. Ka folur në frëngjisht, ka thënë të keni kujdes nga pronari italian që e kishte emrin Giacomone. Dhe më pas telefoni u fik. Fiku fibaj, i tha vojza kua, qa i tha vojza dëmek? Ja tha frëngjisht dhe i fiku 6 sekunda, e ka vërtetu policia. A bon Francë, pa bon tha policia me telefon rrugët. Kabine. Rrugët. Dhe ka qenë prefiks France që ka marrë nga Franca. Po. Që të je përshtypjen ta besosh që ai mund të ketë ikur në Francë. Ta besosh, ose ka posk pronori kë ndikan që njefën Francë, u ka thonë jepja u i këtë mesazh, tu hin friga, gjasa, dhe këti, i hin i friga, kishte një fëmijë vogël, e qojnë Marok. E largoj. Pra, dyshon se mund t'jetë bërë një telefonate qëllimshme për t'u larguar juve, por që mund t'jetë edhe telefonate vërtet. Kjo nuk dihet, do me thënë. Po. Por policia aty në Bruxelles nuk u ndihmoi me pjesën e Francës për të bërë një denoncim në policinë e Francës, në jug të Francës, më the ishte vendi, ku ishte ardhur telefonata. Jo, thot sa është moshe mëllë. Vetëm se më ka thonë, Bruxelles më se kërkuni. E dashur, Djella, ju vetë kërkime keni bërë pa fund. Për pjesën e Francës, aty dua të ndalem, keni arritur të zbuloni diçka? Asi gjë, a munu djali me shokë vetën në Francë, a munu bolë shumë, ka shku vetë djali, atje se i thoshin punën filan kafe, rrinë filan kafe, din vetë se ne i kanë qurë putët. E vërtet. Por, asi se, një person që i doli me kërku me ta një duka gjinës, i bjen telefonata edhe i thot nga lo kërkimet. Pse? Se s'ja punë o deta me dek mundi. Pra djali ka vajtu në Francë për të kërkuar djali tjetër vllajin dhe aty prap një telefonat anonim ndalo kërkimet. I ka thonë ati personi që ndalo kërkimet. Që ti je përshtypje që nëse është vërtet Edi, do thotë është një grup kriminal që njerëzit i trëm dhe i bën të ndalojnë. Po, diçka do t'jetë. E dashur Djella, denoncim në polici franceze keni bërë për të verifikuar nëse mund të ndodhet në ndonjë burg apo jo? Jo, deta. Nuk është bërë. Nuk është bërë. Se në me emnin Edi Legbukaj, në me emnin që ta manë që i kalon në Belgjik, asoni i lirë me datlinje, me sene, me gjana, a i s'ka pas qojre në i herë po kop, e me vung ishtat me dalë se kush është. Më mirë se ju nuk e nje askush Edin, pa dyshim ju jeni nëna. Mund të arrinte Edi deri në këtë pikë që edhe mund të përzjej me grupe kriminale, mund të bësh viktim e të tjerëve? Me të thonë drejtën në deta, kur i thote në i njëri që a do një këtë gjaj, kështu i thote shko, thote se ta plasa për mi dikeres, thote. Se nuk është morë me si se. Nuk është morë. I urrete këtë gjona. Tash, nuk di jo deta. Më po të thot vetëm cigare Coca-Cola. Asa kemë përdëru si lanë me se në zgjo, i dashtë një regull, i herë mas mejet kalon kryt. Edhe mas babzhet e mas motrave, kalon kryt të deta. A i të ka bërë për herë të parë nën? Mas duhet të deta. Dhe të mungon dhe të ka marrë malli? Bo,
në shpirt. Tham ta shoh i herë ose t'ja një zonin i herë dhe të shkoj të burri jem sa kushtion. E ta Shudjella, le ta përshkruajmë pak Edin, jo vetëm karakterin e tij. Më the ka qenë djalë i gjatë, me një trup të mbushur. Po, Edi është 1,75 mund t'jetë, 9 vjetës o filesh i mushur, trup formu mirë, i ka një shenjë to që i ka para kohë i shtjenë që i shenjë nuk i ik, aja është i dallushëm. Pra e ka një shenjë në pjesën e sipërme të ballit? Po, e ka i shenjë. Që e ka vi, krejt i duket, komplet. Që është shenjë që dallohet qartë, le të themi, tek Edi. Po, deta, ti e kënë gazetaret e Ida kur u bo një telefonat. E vërtet, e njerëz të humbur. Një Dillën, një Nikollën, një Edin, edhe manet lidhëm me ta, se u diftoj unë ku ashtë Edi. Më tha Ida, tha mas që të mëllet emisionit po të diftoj, edhe më ka metë pishmën në zemër, si s'ma diftoj, ja kalon me emin e me bjemin, kush është ai përse. Informacioni që ka ndodhur para shumë viteve tek emisioni Njerëz të humbur, në Vision Plus, në kanalin Vision Plus, aty ku kam punuar dhe unë për para shumë vitesh. E qartë, e dashur Djella, më lejo të bëj një thirrje në këto momente. Gjithje me shpresën që çdo shqiptar, tashmë kudo ka shqiptar, në Francë ka plot shqiptar, kushdo që mund ta ketë njohur djalin tuaj, Edi Lekvukaj. Edi sot sa vjeç i bie ti jetë? Edi tash është 45-6 i të thënë. 46 i bie. Po, 26, se 80-ën ka një. Në 80-ën, i bie ti 46 vjeç, sepse në vitin kur humbi ka qenë vetëm 25 vjeç. 25, fiks. Atëherë më lejo të bëj një thirrje me shpresën që çdo shqiptar që mund ta ketë njohur Edi Lekvukaj, çdo kush që mund të ketë një informacion, mund të na ndihmojë, pasi ju keni shumë vite që kërkoni dhe jam i sigurt nuk do ndaleni asnjëherë për të mësuar të vërtetën e djalit tuaj. Edi Lekvukaj, të dashur miq, vendlindja, ma jep të saktë vendlindjen. Vendlinja Velipoj, Shkodër. Velipoj Shkodër, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen e 25 shtator të vitit 2005 nga Brukseli në Belgjik, ka qenë vetëm 25 vjeç, sot i bie të jetë 46 vjeç, shumë vite kanë kaluar, 21 vite që familja nuk ka asnjë informacion, kushdo që e njeh Edi Lekvukaj, mos të hezitojë, qoftë dhe anonim, mund të bëjë një telefonat në numrin 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. E dashur Djella, sa vite për herë të parë kur keni shkuar në Belgjik? Kam shkuar në 1999. Në 99-ën dhe pas 6 viteve ka humbur Edi, kështu i bie. Po. 6 vite që ai ka jetuar në Belgjik nuk ka shfaqur asnjë lloj problemi, le të themi, në djenin tuaj. Ajo, inshallah, ka kënë shumë i zgjuar, shumë i pritës. As ka morë medikama, as ka morë as i sen mi këtu. I qartë, ai kur është larguar nuk ka lënë adresë në shtëpi, nuk i ka treguar askujt nga familja se ku do shkonte. Ja. Por A dit as kërkuj. Vesh ta du me ndruj por atlete, i ta shumë mos i ka vesh babi, hajtë ta se Milan mrama, s'ka gjë. nuk të la përshtypjen që do ikte dhe nuk do kthehej më. Pritë zot. Mori paket dohen, si që pite, qelsat e shpis, doli mori autobusin, se e kena shumë ofer stacionin e autobusit, edhe iku drejt atje. Por, unë besoj që në ato 6 vite që keni jetuar në Bruksel, Edi padyshim që mund ketë pasur ndonjë shok, qoftë shqiptar, qoftë belg. Keni pyetur, jeni interesuar? Edi ka pasi shok, dmush që i ka diftu gjithqa, edhe e kena pyet, edhe thot gjallë, mu Edi s'ma ka shpas një gjallë. Shqiptar ishte shoku apo belg? Shqiptar. Shqiptar. Dhe ai nuk dinte asgjë. Absolutisht. Se me ditë, tha se më vreti Edi, unë diftoj, tha. Por mos më ka thonë, tha, as një fjallë. Bile tha, i not porën kom nej me ta, tha, tu full, tu qisht, tu pika i Coca-Cola, tha, por
gjallë, tha, mos më ka thonë një fjallë. Larg qoftë nëse do kishte ndodhur diçka e keqe aty në Bruksel, do ishte marrë vesh lajmi, do zbulohej, padyshim. Dhe kjo të jep përshtypjen që ai mund të jetë larguar me dëshirën e tij nga Brukseli dhe mund të ketë vajtur vërtet edhe në Francë. Varet çfarë misioni, çfarë pune ka dashur të kryej dhe pastaj zdihet si ka vazhduar jeta dhe nuk i dim arsyet pse nuk e ktheu më kokën pas tek ju. Por ti si nën, ma the që në fillim që zemra ime më thotë që ai është në jetë, është të mirë. Zemra jeme, Odeta Malin, krejtë se i tua kam në shpirt dhe ashtë gjallë. Por që nuk djenë arsye dhe rrethanat pse ai nuk kontakton me ju. Nuk e di veç për çdo natë sa mos zot, ku je punë, ku do të temat e të. Unë kam kalu edhe depresion, kam kalu marrë 10 ilaçe në ditë. Për shkak të humbjes së djalit dhe Unë i ldoj ndjem të Odeta, edhe shpër Zotën se kam i presje për ta. të besoj. Gjithmonë i thoshëm të umalojna, edhe ku i janiste, dhe me i babës, ba mamës. Merte më bote, merte më zhullullin, të si me kënë fëmije, merte unë thëmë ku në ushta, ku shëbija, ma shika i ka nej, që i ka non, si ka non, vjen nej bërë, për të zëtë bojnë edhe nej qilpane, nej sen, zdi gjo, unë dhe menjen, ose zëtë më ashtë, në kanë ardhë edhe në emision të ujë telefonata, po jënë vërteta. Se di. Po të ishte në burg, kjo gjë verifikohet, nëse ndodhet në burg, verifikohet, është apo jo. Qoftë në Francë, por aty në Belgjik është verifikuar besoj, që ai nuk ndodhet në asnjë burg. Ma ka thonë policia në Belgjik, mos e kërkos se ke. Po pra, do më thënë... Ma ka thonë policia kriminale, jo të zotës, po kriminale. Që është bërë verifikimi për Edin dhe nuk është... Anë bo verifikimi edhe atë ditë e mropa që i më ka thoni këtë fjallë, s'ka nërë ma për kurrise. Ose gjinën dekun e janë gjithë ku do, që do me orë me thonë, është Edi i hukun, ato mund tjetë fëmija ju. Ja, po, është 20 e sotë. E dashur, Djela, unë jam e sigur që edhe bashkëshorti juaj ndjerë është larguar nga kjo jetë me një breng të madhe për të birin. Mas vetë, adicion kënë si shumë. Jo si babe djallë. Si shumë. Por që fatkeqësisht nuk u mund në atë kohë të zbulohej kjo e vërtet për të birin e tij, ai u largua me një breng të madhe nga kjo jetë. Edhe pse kanë kaluar disa vite nga vdekja e bashkëshortit, Edi vazhdon të jetë i humbur dhe ende le të themi nuk është zbuluar e vërteta çfarë ndodhi me fatin e tij. Është i humbur Odeta edhe ka largu shumë me i breng mame. Të i thonë djali tjetër, të uonë shpirë ka i thotë mama, dhe me ki kujdes mame. Po djali i tha i herë që se unë isha me Covid. Mama është mirë, i tu një krye që e shofë, po ki e kujdes të shë mropan. Se unë po ikë. Sepse ai vdiq nga Covidi, në kohën e pandemisë, fatkeqësisht. Pra Odeta, ka atë di që ka dhe gurjem, ka një makinë e zezë. Nuk e dija këtë. E makinë e zezë, ka pytë burrin e vojës lajten, uli ta vetëm një fije gjami. Edhe i tha, a i tua po shpina i burri si ka dek? I thonë po. Vetëm ka bon këthesën edhe ka ikë. Edhe sa pomë. Kur vdiq bashkëshorti, ju keni qenë në Bruksel apo në Shqipëri? Jo ti që në Shqipëri, se na shku me më martu vojzën e vlajtina, se jeti një me shkoj me që nuk se në vend babës. E kuptoj. Dhe shabritja, Odeta, ajo të dalë nuk se burë, ajo me makinë nuk se burë jenë të ikë në spital direkt. Se u rëndua me njëherë, sa u pret nga Covidi. Dhe
ndërkohë që kishte vdekur i ndjeri dhe ju ishit në Shqipëri në vendlindjen tuaj dhe sigurisht do e përcjellni në banesën e fundit, një makinë ka ardhur dhe është interesuar se kjo është shumë për t'u habitur. Po, e ka po, djarë i shoqi i vajzë vllai, anon, uli tha shumë pak gjoma. Që nuk arrit të kuptoj se kush ishte brenda në makinë. As nisen, vetëm tha, si e kalove, po si shisha vetëm syta. Tha, a i do po shpina i burës i ka det, sa i thash po. Po për momentin, tha, nuk u kujtua si se me i marrë të orge gjona. Vetëm, i ku boni kthese në ata i thash. Por nga zëri, Jo. nga zëri sigurisht që nuk e ka njohur dot, por çfarë moshe kishte për afërsisht ideja se zëri një të moshuari me një të riu ka ndryshim? Mosha e tina. Dhe e mendon që mund të ketë qenë vërtet Edi? Kam mësuar as ka hi, as ka dalë në Shqipëri. As sa tërhek certifikat një herë, as sa tërhek gjo. Se ju jeni interesuar dhe në gjendje civile nëse është rreshur ndonjë pasaport apo jo, por nuk... Edhe i këtë rrollë që i kam ke. Por çfarë dyshon për atë makinë? Kush mund të qenë ky i panjohur që ka ardhur? Mos ka një që është i lidhur në Shqipëri, e flet, e ka marrë vesh i ka thonë, shko ma konfirmosh, sa ki kjo po. Një ata kam dyshimi, se mos ka ardhë kush me dita, është ta më në vërteta jo. Se rrjetet sociale nuk gjinet konë, as me emrin Hasoni Lir, as me emrin... E qartë, e besoj që ju keni kontrolluar në gjitha rrjetet sociale për ta gjetur, por që sigurisht nuk e keni gjetur. E dashur, Diella, ne thjesht aludojmë se ne nuk e dim të vërtetën, por duke më treguar të gjitha këto detaje, të jep përshtypjen që Edi mund të ndodhet vërtet në një vend, pjesë e një grupi kriminal, le të themi që nuk del dot, nuk i dim arsyet se si ka arritur aty dhe çfarë jetë e bën, por aman ka plot forma për të dërguar një sinjal në familje që mos më kërkoni, jam mirë, por nuk mundem dot të vi në shtëpi. Këtë gjë e kanë bërë të gjithë, le të themi, duke punuar në botën e mediave, duke përcjell lajme për bosat e drogave, le ta quaj kështu. Vërtet ata zhduken, por sinjalin në familje e japin. Edhe Edi, nëse do jetë në këtë lloj, le të themi, rruge, nëse është kështu, do jepte një sinjal në familje, mos më kërkoni, jam mirë. Po teta, as një lloj gjon jetarës në të. Apo e bën që t'u mbroj juve? Dekon. Dekon se ke sa dushe, unë një femën të që i ka lejnë fëmin me ta, e ka regjistru në emën të italianit, e gjithë shatë që mos më identifiku se morin tek fëmin. E qartë, kuptoj. E dashur, Diella, nëse vërtet djali ndodhet diku dhe uroj me zemër që ai të jetë diku, të jetë gjallë, dhe uroj që ti t'ja dëgjosh zërin, se kanë kaluar shumë vite, dhe kuptoj atë zemrën tënde sa plagë është për Edin. Çfarë do dohet i thoshe sot këtu në këtë live? Unë i bëj thirrje e Edit në qëmësështë, ose ne i shoku ti, ose ne i gjanë. E kërkoj unë si nonë, e kërkon familja as kush tjetër. Vetëm një fjallë të thonë jam gjallë edhe, nuk e trazor kush për përrisim. Po tjetë një person, qenjef, anonim, dëvim, në studio tonë, apo donë 5.000 euro i ka prej meje, vetëm një fjallë të makronë. Pra, ju si familje vini në dispozicion 5.000 euro kushdo që jep një lajm të vërtet për Edin. Po, më im t'ja në fundor të tonë. Dhe të besoj, një nënë do të mënte gjithçka për gjetur djalin dhe është e kuptueshme. Ju adresat nuk i keni ndryshuar, ju vazhdoni të jeni në Bruksel, në të njëjtën shtëpi ku keni jetuar?
Apo keni ndruar shtëpinë? Jo, veç se jena në Bruxelles. Qa do, këtu është plot me kafe shqiptarësh. Jo, dua të them që shtëpinë ku keni jetuar, ku ka qenë Edi, aty jeni në të njëjtën shtëpi apo keni ndryshuar? Ja, kena ndryshuar, po nuk jena larg, unë 3-4 kilometra. S'kena shkëndëtu në qytet, as kena ndryshuar punë, as gjë, veç po në njëjtin me. Nëse ai do të kthehet, ju gjen fare kollaj aty në Bruxelles. Ka do me të vetën kafe shqiptare, e një për shembull Alban Legukën, për të vanë të në shqiptarët i diftojnë se ku atë e keqësh. Në gjenë shumë rahat. Ju keni bërë verifikime edhe në sistemi Teams në Shqipëri, pra nuk ka asnjë hyrje të Edit. Ja. As me ata, as me këta, as hiç. So më kam punon në kofi, doja, gjali dojës burë, i të bon. Ja. Unë uroj dhe shpresoj dashur diella që të zbulohet kjo e vërtet, e njoh mirë historinë e Edi Lekvukaj, më vjen shumë keq për ty si nën që ke të humbur djalin, uroj që ai të jetë shëndoshë mirë, të ndodhet diku, të marrë guximin anonim, ka plot forma tek mua, në adresat e mia, një mesazh anonim dhe gjithçka mbyllet, vetëm që ju ti dëgjoni zërin, ta dini që është gjallë, është mirë dhe më pas gjithçka mbyllet, besoj. Ja, ashtu adeta në rozike dhe i foto që ta njof, edhe mos pja një zonin veç të di se mërë frëma është i qovë. Të besoj. Unë 67 vjeç jam, pensioniste jam, me ta në iloqe jam, sa të mojnë zoti. Fat që jetën e gjatë, të uroj jetë dhe shëndet, dhe do betemi të dyja së bashku në kontakte dashur diella, uroj të ketë lajme dhe informacione. Jam vite zërë deta, se ke shumë punë, ke shumë gjana, janë shumë të humon, vite zërë edhe me të shkru, e dita se me lëtë sezonitesh, është për i shkruja detë. Dhe bërë shumë mirë që më shkruajtë, jemi të dyja këtu në live me Odetën për ta sjellë sërish historinë e Edi Lekvukaj me shpresën që dikush mund të telefonoj. Kështu që më shkruaj sa herë të duash dhe mos më thuaj më vjen zorë, se ato adresa janë hapur enkas për këto histori. E punë vëllë Odeta, e shumë punë. E ke dhonë një rol, po më njoftu mobile, e ke dhonë historinë e ti, edhe isha me së në televizor. Mi thashon, ato nënë për i. Te Pajgjurmi, kur e ke parë, te emisioni Pajgjurmi. Nuk ka shumë që e ke dhonë. Unë mundohem që pasaportat t'i sjell në fokus, dhe pse ka shumë të humbur dhe ndonjëherë edhe historitë harrohen, le të themi njerë si jemi dhe pse mundohemi të bëjmë më të mirën, por që do ta sjell sa herë në vëmendje Edi Lekvukaj me shpresën që dikush mund na telefonoj. Mirë, diella, do mi bësh të fala vajzës. Faleminderit. Sepse ishte aty përpara se të hynim në live dhe ajo na ndihmoi me sistemimin e kamerës, të përqafoj, të puth dhe do mbetemi në kontakt. Të puth shumë, e të fala, e me puth mitë se për qef të takoj. Të faleminderit. Mirupafshim. E dëgjuam këtë nën, e cila rrëfeu me dhimbje humbjen e të birit të saj, Edi Lekvukaj, ku dhe unë dua ta mbyll me një thirrje, kushdo që e njeh Edi Lekvukaj, që sot është 46 vjeç, që humbi çdo lloj kontakti me familjen përpara 21 viteve, konkretisht në vitin 2005, 25 shtator nga Brukseli, jeni të gjithë të lutur, qoftë anonim të kontaktoni në numrin tim të telefonit, ju të gjithë e dini tashmë numrin tim është 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Uroj dhe shpresoj që kjo nën të zbuloj të vërtetën për të birin e saj. Faleminderit dhe ju miq që qëndruat me mua deri në fund të këtij live-i, nëse dhe ju keni një histori të humbur, nëse dhe ju keni një histori tjetër, denoncimi, apo edhe një eksperiencë të bukur që doni ta ndani këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori të vërteta njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, deri takohemi nesër. Mirupafshim.